Mësuat. Atëherë edhe njerë përshëndetje të gjithëve, nderuar gazetarë, shumë të respektuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Jemi këtu jo për zhvillimet dhe dramat politike, po për të folur për 4 punëtorë që nesën për në punë dhe nuk u kthyen më kurrë në shtëpitë e tyre. Po flasim për 4 jetë të humbura në korporatën energjetike të Kosovës. Po flasim për 4 familje që sot jetojnë me një bëshllëk që askush nuk mund ta mbush. Kjo nuk duhet të kalohet sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Ky është një dështim institucional tjetër i rrollës në situatën dhe aktualitetin që jemi duke e përjetuar bashkërisht. Me 20 gusht, Arbenit Ahmeti humbi jetën duke transportuar kabllët përçuese. Me 16 gusht, vetëm 4 ditë më herët, Haxhi Gojnovci, teknik i zehtarisë, mbeti i vdekur pranë ekskavatorit. Me 15 korrik, Milazim Binaku ndroi jetën në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pasojë e lëndimeve të marrura me 8 korrik në fabrikën e pajimeve zehtere në Palaj, ndërsa me 27 korrik, Migjen Sadiku ndroi jetë në hapësirat e termocentralit Kosova B. Pas secilët prej këtyre emrave, është një nënë që pret, një bashkëshorte që mbetet e vetëm, fëmijët që pyesin për prindin e tyre, babojnë e tyre, se kur do të kthehet dhe a do të kthehet përsëri. Jam punëtor që shkuan në punë për të siguruar bukën e gojës për familjet e tyre, për veten e tyre, dhe humbën jetën duke bërë punën e tyre. Kiko është ndërmarrje publike. Është pronë e qytetarëve dhe përgjegjësia për të, në fund të fundit, është e vetë shtetit. Kur 4 punëtorë humbin jetën brenda një viti në një ndërmarrje publike, përgjegjësia nuk mund të fshihet, të shpërndahet apo të hidhet dikujt tjetër. Dhe 10 punëtorë humbin jetën vetë pas viti, qoftë në sektorin privat apo edhe në atë publik. Cili është shembulli që sektori publik i kontrolluar drejt për drejt nga shteti, po i jep sektorit privat. Ku janë mosat mbrojtëse? Ku janë të drejtat e punëtorëve që është folur shumë për to, sidomos prej forcës politike që sot vëheq vendin? Si janë kushtet e punës tyre? Dhe në rastin konkret, ku ishte qeveria si aksionare kryesore e Kekut? Ku ishte pas rastit parë? Çfarë mosash reale u marrën pas rastit dytë? A u bën ndonjëherë ndonjë inspektim jashtëzakonshëm, i thellë, i pavarur, profesional? A mund të ishten shpëtuar jetrat e tjera, po në qoftë se do të ndërmerreshin mosat e arsyeshme, të nevojshme, profesionale e të domosdoshme? Kjo qeveri e ka centralizuar sistemin e inspektimeve. Ka krijuar zyrën e inspektoratit të punës, përkatësisht përgjithshëm, brenda zyrës të kryeministrit. Vetë kryeministri deklaroi me një korrekt se aktivitetet me rrezik të lartë duhet të inspektohen më shpesh dhe se subjektet që rrezikojnë njërin e punëtorëve duhet të përballen me mosa të rrepta. Pajtohna plotësisht. Dhe besoj që pajtohen plotësisht gjithë. Mirë, po tani pas 4 vdekjeve, ku është kjo rreptësi? Ku janë ato mosa? Cilat veprime janë marrë? Pas rastit parë, pas rastit 2, 3, dhe tash ndodhi rasti i 4 vetëm brenda këtij viti.
përkatësisht brenda këtyre mujve. Nuk mjafton të centralizosh kompetencat dhe pastaj kur ndodhin tragjeditë, ta decentralizosh pojën. Qysh po ndodh? Qeveria nuk mund të jetë njëkohësisht menaxhuese dhe mbikëqyrëse e ndërmarrjeve publike, dhe në fund të sillet sikur nuk ka asnjë përgjegjësi. Si është e mundur që kur flitet për rritjen e prodhimit, për progres, për ndonjë punë të mirë që na i gëzohëm, dolin, i marrin meritat dhe shprehin krenari. Dërso në raste të tilla tragjike, që shka ndodh, që ndodh edhe dje, shihen prapa përgjegjësisë, prapa perdër të pushtetit dhe sillen sikur nuk ka ndodhur asgjë. E ngritin zonin për fatkeqësi jashtë territorit të Republikës së Kosovës, ndërsa për situata tragjike sikurse kjo dje që ndodh dhe që ka ndodhur në vazhdimsi, heshtin dhe e minimizojnë edhe si lajm. Kur këto vdekje ndodhin në një ndërmarrje publike, nën kontrollin e drejt për drejt të shtetit, ato bëhen dëshmi e një dështimi institucional. Nëse dështimi nuk arrin të mbrojë jetën e punëtorëve të vet, si mund të pretendoj se mbrohen jetën dhe të drejtat e punëtorëve në sektorin privat? Ne nuk kërkojmë që këto tragjedi të përdoren për politikë të përditshme. Kërkojmë që politika të mbojë përgjegjësinë që i takon. Siguria e punëtorëve nuk garantohet me deklarata ngushëllimi. Garantohet me standarde të qarta, me inspektime të rregullta, të pavarura, me parandalim, me zbatim të ligjit dhe me llogaridhënie, para se dikush tjetër të humbë jetën. Nuk mund të centralizosh pushtetin dhe ti decentralizosh pojët. Në pamundësi që këto raste ti tematizojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në komisionet parlamentare përkatëse si rezultat e mungesës të funksionalizimit të Kuvendit, nga këtu i bëhet thirrje qeverisë të Republikës së Kosovës në detyrë. Ministrisë përkatëse, Inspektoriatit të Punës dhe vetë Korporatës Energjetike të Kosovës të përkujdeset dhe të mbështesin financiarisht familjet e viktimave, të zhvillojnë menjëherë inspektime të plota dhe të pavarura, të identifikojnë dhe eliminojnë rreziqet në vendet e punës, të arrisin mosat e sigurisë mbrojtëse për punëtorët dhe mbi të gjitha të garantojnë që tragjeditë të tilla të mos përsëriten si rezultat i mos përgjegjësisë institucionale. Gjithashtu, Prokuroria e Shtetit duhet dhe i bëjmë apel që të zhvilloj hetimet të pavarura dhe profesionale. 4 jetë janë humbur, 4 familje kanë mbetur me një dhimbje që nuk sharohet. Sa më shumë duhet të vdesin që dikush të përgjigjet. Nesër është vonë. Veprimet konkrete duhet të ndërmerren menjëherë. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe jam i hapur eventualisht në pyetje. Nuk kemi parë diçka konkrete, qoftë edhe anë ato diskutime që janë zhvilluar sigurisht në pas asnjë urgjencë që ka, dhe gjithëshmërinë që ka bën ma dhe tangë dhe çështja e presidentit për një institucione të tjera, ku dalin dhe presidenti. Sa i përket pyetjes së parë, konsideroj që është vonë, është shumë vonë. 4 jetë humbura. Është tepër vonë, është papërgjegjësi e plotë institucionale. Dhe spori, gjithë ata që kanë përgjegjësinë duhet të përgjigjen dhe duhet të mbojnë llogari. Ndërsa kërkojmë që mosat jenë të rrepta, të menjëhershme, pavarësisht që janë shumë të vonuara, në mënyrë që të ketë përgjegjësi institucionale, të ketë kushtet me filta për sektorin publik, edhe në Korporatën Energjetike të Kosovës, mirë po gjithandej Kosovës edhe në ndërmarrje të tjera punëtorët në sektorin publik ballafaqohen me kushtet rënda të punës
dhe këto raste tragjike tashmë veç po përsëriten dhe është përgjegjësi institucionale, mirë po patjetër që edhe jonja si shoqëni që t'i ngrisim, t'i alarmojmë dhe të jemi në mbrojtje dhe të jemi ata që përfaqësojmë kërkesën e tyre për drejtësi dhe kushtet punës të mirëfillta. Po rrite të tema, mandej eventualisht nëse ka muna më përgjigj pyetje tjera. Dhe dyta kërkove hetim të pavarur të inspektim të pavarur të inspektoratit. Pyetja ime është kjo, apo qytet inspektorati nga partia në pushtet drejt bizneseve të cilat nuk i lidhen punave të partisë? Po nëse shohim logjikën, çdo gjë që centralizohet përcjell mesazh. Po në anën tjetër e rrit përgjegjësinë. Se nëse e ke centralizuar, pse s'po vepron? Nëse ti je përgjegjësi dhe e ki direkt vendimarrjen, pse s'po kërkon që ata me zbatu detyrën e vet që shparashë ligji dhe rregulloria. Ata do të më bëjnë inspektime të plota, është dashur realisht me bë, në mënyrë që më evitu problemet dhe sfidat edhe mos morte tragjedia që ke marrë realisht këtë kohë. Pra është përgjegjësi direkte e tyne, edhe kryeministrit, edhe qeverisë, po edhe inspektoratit punës për mungesë të inspektimeve profesionale dhe mungesë të veprimeve të nevojshme që është dashur në bon kohë. Sot jem shumë vonë, po nesër mundem me qenë shumë më vonë. Po çfarë mesazhe keni ju edhe apo gjasa për një bashkim ose për një takim të mëshëm siç ka thënë presidenti Taçi. Është në prapë do të zgjidhet çfarë përgatitje do bëjmë për këtë javë, për çfarë do të bëjmë që mos jetë të hapur. Me shumë respekt për juve edhe për pyetjen, unë do të përgjigjna, po e preferoj fillimisht me mbyll temën kryesore për cilën sot jam këtu. Pra jam për raste tragjike dhe mungesën e përgjegjësisë institucionale në sektorin publik 4 jetë mrena 7 muaje është përgjegjësi e gjithë neve që duhet me u ngrit dhe duhet me kërku drejtësi dhe duhet me kërku kushte të mira të punës. Albin Kurti u ardhi pushtet të fol për sektorin publik dhe sektorin privat. U ardhi pushtet të fol për të drejtat e punëtorëve në sektorin publik dhe sektorin privat. U ardhi në pushtet të fol për kushtet e punës në sektorin publik dhe sektorin privat. Le që nuk janë përmirësu kushtet e punës, janë përkeqësu. Dhe këto vdekje janë treguesi më i madh këtë tragjedi, pa dashur me vë politik, po duhet me ngrit, nuk mundu me hesht dhe nuk duhet me leju me hesht. Edhe nëse na dëshirojmë me hesht, duhet me thonë jo, duhet me thonë qytetarë Republikës Kosovës, ai që nuk duhet me leju me u hesht këto raste tragjike në shtetin demokratik të Kosovës. Andaj, po preferoj me u përgjigj tek kjo nëse eventualisht keni pyetje, nëse jo, shkurtimisht do të përgjigjna edhe me pyetjet e juve tek kjo pjesë që më dhon përgjigjen. Nëse jo, çka jem të bëna? Jem duke kërkuar me u bë funksional kuvendi. Është duke u shkel Kushtetuta e Republikës Kosovës përkatësisht në 66 dhe akt vendimi i gjykatës kushtetuese që parashë se kuvendi do të më bëjë funksional mrena 30 dite, prej ditës kur bëhet certifikimi i rezultatit. Mrena 30 dite kuvendi do të më bëjë funksional. Çka i bie më bëjë kuvendi funksional? Mu u zgjedh kryetari i kuvendit dhe nën kryetarët. Lëvizja vendosje që i ka fituar numrin më të madh votave dhe ne kem pranuar rezultatin e 7 qershorit. E kanë mundësinë dhe e kanë numrin e mjaftueshëm tulceve për kryetar të kuvendit edhe nën kryetar. Rrjedhimisht i bie më bë funksional kuvendi. Çka janë të bëta? I kanë thirrë 2-3 seanca, fillimisht seancën konstituive kanë thirrë ditën e fundit, pra nuk kanë thirrë as ditën e dytë mas certifikimit, as tretën, as 7-ën, as 17-ën, por kanë thirrë ditën e fundit. Neglizhencë totale. Dhe në seancën e parë e kanë kryesuesin për shkak që javën e dehori është më shumë dhe rregulloria parashë që ai që është më shumë e kryeson seancën konstituive dhe ka drejtën me thirr seancën dhe me ndërprej. Po mbi to është rregulloria e punës të kuvendit, e ka ndërprej seancën jashtëligjshëm dhe nuk po e thret seancën jashtëligjshëm.
Pra është duke shkel të rregulluar në punës të kuvendit, rregulloria e punës të kuvendit është ligj. Ai duhet me thirr seancën. Tash, cilat janë mosat që i parashet gjykata kushtetuese nëse pasi që nuk është funksionalizuar kuvendi brenda 30 dite. E dim që nuk ka pasojë. Po kushtetuta thotë qartë, kuvendi duhet më u funksionalizu 30 ditë pasi që të bëhet certifikimi i rezultateve. Dhe jemi në shkelje kushtetuese e para, e dyta, kryeministri dhe 17 ministra të tij, mbos ligjit qeverisë. Ditën që vjen me u betu si deputet, duhet me dhonë ndërheqje prej pozitës ekzekutive, përkatësisht kryeministër ose ministra. Çka kanë bëu ata? Janë ardhur betu për deputeta që shumë betuan, kanë votu për prezencë që shkon votuan, ndërsa anën tjetër ata vazhdojnë me konaj kryeministër ata ministra. Tërësisht jashtëligjshëm. Ligjin e qeverisë, në 26.1 e shihni tërësisht jashtëligjshëm. Dhe e treta shkelje, rregulloria e punës të kuvendit, që parasheh seanca konstitutive prej momentit kur fillon, nëse eventualisht ndërprehet, vazhdimi duhet më thirr brenda 48 orëve. Dhe çka jemi të bëna? Jemi duke dërguar kërkesë avnitëhore çdo 48 orë, dhe secili subjekt politik që është e përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, po shkojmë seancë, nuk po vinë, nuk po thirrën, nuk po përfillen, edhe në anën tjetër bëjmë aksione te dera e qeverisë që me prit deputetin Albin Kurti që ka uzurpuar zyren e kryeministrit, me thonë o zotni si deputet, jetë shkel ligjin, kena me të bëj kallëzim penal për këtë punë, edhe kjo punë komu trajtuar në organet kompetente, po hajde në kuvend të funksionalizojmë kuvendin edhe i ki votat edhe për qeveri, bën edhe qeverinë. Çështja e presidentit. E dim që duhet 80 vota, pra duhet konsensus. Partia Demokratike e Kosovës është e qartë në pozicionin e saj. Ne jemi opozitë. Po te presidenti duhet konsensus. Vazhdojna me mendu që nuk duhet një subjekt politik me i pas gjitha pozitat. Edhe nuk e di çka është kjo tendencë e qosje autoritare ose diktatoriale me rënulla pak e tij, me e pos komplet. Albin Kurti ka fituar pushtetin, nuk po i mjafton pushteti. Ai po e synon shtetin, se pushtetin e ka fituar. Ko 100% të ekzekutivit e ka të fituar. S'mundu me anol. As nuk jem të dosh me anol. Po me bo opozit, po për punët edhe defektet edhe dështimet që janë duke diskutuar sot, ndërsa për punët e mira, në rregullim, dëshirojmë me u bo punë të mira. Nuk po i mjafton pushteti, e ka synim shtetin dhe nuk lejojmë me u ndryshu struktura dhe organizimi demokratik i Republikës Kosovës. Republika e Kosovës është shtet i pavarur sovran, i shpollur me 17 shkurt 2008, duhet me rujt dhe me mbrojt, me forcu, e kemi obligim të gjithë, sidomos na si gjenerata të reja, dhe me promovu me krenari dhe me pos energji e përkushtim maksimal me ndëshmëri dhe përgjithësi. Ndërsa për president është temë që duhet me emërri konsensusin. Duke qenë se për çështjen e tradhicit me thonë që nuk ka nevojë të drejtohet gjykatës kushtetuese për shkak se do të kërkojnë një interpretimin edhe dhe plotësojnë pak a shumë dëshira kurse që me u zgjat seanca pozitive, ai shkon në udhës që me ju drejtohet gjykatës kushtetuese për shkak që nuk do merrte kohë për seanca pozitive nëse i drejtoheni për çështjen e presidentit, edhe për të ardhmen me u sqaruar se kur ushtruesit e detyrës së presidentit vetohet si deputet, a i pushon detyra edhe a mbetet vakant pozita e presidentit. A e shihni se do punës me drejtues kushtetuese? Ka akt vendim. Dhe me që ka akt vendim, kur është një akt vendim, që parashet që duhet me funksionalizu kuvendi mbrana 30 dite, prej ditës kur certifikohet rezultati, nuk e kem pa të arsyeshme dhe nuk është arsyeshme me e dërgu prapë për interpretimin e njëjtë. Çka jemi duke përgatitur kallëzime penale që në mënyrë të jashtëligjshme janë duke i ushtruar detyrën edhe të kryeministrit, edhe deputetit, edhe të ministrit, edhe deputetit. Po pyetja ime është për çështjen e edhe çështja e zonjës Haxhiu është duke u trajtuar nga ekipet tona të juristëve dhe do të adresohet në gjykatën kompetente patjetër. Qendres, po. Unë konsideroj që është edhe një dëshmi e rallës që kemë bëjmë një lider të madh, lider i lirisë të Kosovës, lider i shëndërtimit të Kosovës,
lideri i pavarësisë të Kosovës, një mbështetës që është i veçantë dhe me kontribute të jashtëzakonshme e të veçanta kombëtare, ai që i ka prit gjitha proceseve dhe ai që është vula e secilës punë të mirë dhe sistemet shtetënor e organizativ të shtetit të Kosovës. Pro, jashtë edhe emocion mirë, po anën tjetër është edhe kënaqësi me po mesazhe e me ndëgju rrëfime, po edhe emocion për rrugën dhe sakrificën e tij personale e familjare në procesin e shtetërtimit prej pozës të organizimit, lirisë, ushtrisë lëndore të Kosovës, bisedimet në Rambujie, Vjenë, shkollës pavarësisë, po edhe njohjeve që sot realisht ekziston Republika e Kosovës. Unë konsideroj që jem vonë me funksionalizu kuvendin, prej kuvendit derivon edhe qeveria edhe presidenti, pra fillimisht do të me pos kuvend funksional, kuvendi e zgjedh edhe presidentin edhe qeverinë. Për qeveri thash i ka votat, është në vullnetin e tij a don me rrit numrin e deputetëve që i kanë mbështetje të qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës është në opozit dhe nuk do të jemi bashkëqeverisje me të, ndërsa te çështja e presidentit kërkohet konsensus, pra kërkohen 80 vota, pra në shumë soll dhe 69 me votu. Po ne dim që presidenti Hashim Thaçi ka qenë president dhe e ka ndërprer detyrën e tij si president i Kosovës dhe është shku në një proces për shtetin e Kosovës, për dinjitetin e Kosovës, për dinjitetin tonë kombëtar, ushtrinë qendrore të Kosovës, po mbi të gjitha edhe për të ardhmen e vendit tonë dhe presim që me datën 16 shtator ai dhe bashk luftëtorët e tij, shkrimtarët e tjerë, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi do të vinë të lirë dhe krenor dhe do t'i presim gjithë bashkë në Kosovën e tyre, në vendin e tyre, në vendin tonë të përbashkët. Andaj është mundësi e mirë dhe pse jo gjitha forcat politike me dhënë një mbështetje konsideroj për presidentin Hashim Thaçi me vazhdu punën aty ku e kalon dhe konsideroj që është moment i mirë për me pas unifikim të plotë secilës forcë politike shqiptare dhe gjithë atyre që ndjejnë veten shqiptar për me dhënë mbështetjen edhe me reflektuar respektin po dhe krenarinë kombëtare dhe vlerësimin për angazhimin e tij historik në shtetërtimin e Kosovës. Ne jemi në aksion çdo mëngjes, jemi në betejë politike në çdo dytë ditë në kuvendin e Kosovës dhe kur konsumojmë këto mundësi patjetër që janë alternativë gjitha opsionet e tjera. Komunikim jemi me strukturat dhe qytetarët të Kosovës gjithandej Kosovës dhe shohim se qytetarët e Kosovës janë lodh prej Albin Kurtit, janë mërzit prej Albin Kurtit, janë lodh prej kësaj stote prej zgjedhje në zgjedhje. Dramat edhe skenarët politik i ka kuptuar qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe është nga kërkesë shtesë edhe e kohët e tij, nëse tenton me prodhu skenar, jo po vinë, s'po vinë, po i thrasin, nuk po i thrasin, ne po duhen, s'po du zotni votat për kuvendi i tij, për qeveri i tij, për president, nuk mund është komplet një post dorë, edhe nuk do të një post, edhe nuk do të më nështru qytetarët e Republikës së Kosovës dhe shoqënia e lirë demokratike në këtë vend, edhe nuk do të më ia pranoj. Andaj secili opcion është i mundur, është i hapur, po vetëm në nështrimi le të harrën që është opcion për neve. Pra nuk do të nështrojmë, do të rezistojmë demokracinë e këtij vendi dhe shtetin e kem obligim me mbrojt. E kem obligim edhe ndaj gjakut dëshmorëve që kanë dhënë jetën, familjeve tyne që i kanë dhënë familjarët e tyne për me fitu lirinë, gjithë atyne burrave dhe grave që e kanë bërë shtetërtimin, do ne kemi obligim me mbrojt, kemi edhe përgjegjësi edhe morale, edhe institucionale. Unë ju falenderoj dhe sigurisht që do të shihemi edhe në momente të tjera dhe do të jemi të hapur me diskutu sikurse. Faleminderit shumë gjithëve, kënaqësi, respekt.